Në lidhje të drejt për drejt me ne, kemi ekonomistën Egzon Kastrati. Shëndetje ndërum. E në studio me ne kemi edhe Mirxhan Krasniqin. Përshëndetje Mirxhan. Përshëndetje prapë. Përveç Mirxhanit, ne në studio sot kemi një të ftuar më të veçantë, kemi një turist I cili vjen nga Jordania për herë të parë në Kosovë. Me ne është, kërkoj falje fillimisht nëse emri nuk ta shqiptari mirë. Rakan Abu Halaweu. Yes, right. Nëse nuk e thash mirë. A do të më përkthyer për këtë dikush? Nuk kemi, do ta përkthej mbas patjetër. He's not sure if he pronounced your name good, but I told him that you're doing good. It's good. Thank you. Egzon, po nisëm diskutimin me ty si fillimisht. Duke pas parasysh inflacionin në vendin tonë, sa mund t'ja dalin që qytetarët e Kosovës me një pagë mesatare mbi 500 euro që të mund të pushojnë këtë vetë? Duke pas parasysh që edhe ofertat nga agjensitë turistike këtë vetë janë pak më të shtrenjta në krahasim me vitet e kaluara. Po realisht duhet të cekim se paga mesatare neto si pas recensionit statistika ishte 552 euro dhe praktikisht me këtë normë të madhe të inflacionit tendenca marginale e kësaj pagë është orientuar 100% të pjesa e konsumit dhe të ajo që po e them është se praktikisht pjesa më e madhe e qytetarëve nuk mund të përballojnë edhe nëse ata kursejnë gjatë vitit dhe kanë këtë nivel të pagës nuk mund të përballojnë një pushim një avor ose 10 ditë në njërën prej Bregdetave, qoftë shqiptare, qoftë diku tjetër, dhe praktikisht kjo tregon që situata në të cilën ndodhemi në aspektin ekonomik nuk është as pak e mirë, sepse njerëzit punojnë tër vitin në mënyrë që të sigurojnë një pushim të merituar për gjatë një periudhe të caktuar kohore gjatë verës, dhe praktikisht nëse marrim dhe analizojmë këtë trend, atëherë në bazë të disa matjeve dhe statistikave kanë dalë që mbi 35% e familjeve kosovare nuk mund të përballojnë një shpenzim të planifikua në vlerë prej 100 euro, dhe ajo që është më shqetësuese është se sipas bankës botërore mbi 19% e popullsisë jetojnë në varfëri dhe kjo tregon faktikisht se sa këto të ardha, sepse sipas organizatës botërore të punës jo vetëm ai që ka pagë cilësohet si punëformi, po secili I cili gjeneron të ardha qoftë përmes pagës, qoftë përmes ndonjë aktiviteti tjetër, praktikisht cilësohet si punësuar, dhe nëse marrim dhe analizojmë nivelin e të ardhave pavarësisht proklamimeve të ndryshme që nga vitin 2020 deri në vitin 2024 kemi një rritje për 116 euro të pagës neto, diferenca pra është një rritje për 116 euro, praktikisht në qoftë se minusojmë inflacionin, sepse kjo mund të cilësohet si pagë ose si ardhur nominale, nëse minusojmë inflacionin, atëherë fuqia blerëse apo fuqia e realizimit të pagës me atë se çka ke mujt bësh praktikisht me ato mjetën 2020 ose tash në vitin 2024 tregon që fuqia blerëse e pagës në bazë të disa matjeve është e barabartë me fuqinë blerëse të pagës të vitit 2015 për shkak të rritjes enorme të çmimeve, andaj praktikisht se sa familjet kosovare do të kenë mundësi që të mbulojnë këto pushime, tregon më së miri vitit 2024, në fund të vitit 2024 overdraftet apo mbi tërheqjet ishin mbi gjysmë miliardi apo 500 milion euro, dhe kjo tregon saktësisht si familjet kosovare realisht edhe ndoshta edhe pushimet mirë po edhe si kanë mbuluar shpenzimet mujore përmes overdrafteve apo mbi tërheqjeve në bankat komerciale në Kosovë. Mirxhan, në anën tjetër e dime që faktikisht jo organizoni udhime të ndryshme në terrene pak më të larga, se sa jemi mësuar zakonisht që ne si kosovar të bëjmë pushimet verore, por sa ka interesim duke pas parasysh gjithmonë duke bërë këtë lidhjen mes ndryshimeve ekonomike, inflacionit, ka rënë kërkesa për pushime? Jo. 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 Në rregull, tani unë punoj me tregun e Kosovës dhe Shqipërisë dihet, edhe përveç se qëj shqiptar, jashtë Evropës, po them jo në Evropë,
si që dhe the, pak më shumë janë profilizu drejt destinacioneve më eksotike, Azi, Afrikë, tash po filloj edhe në Amerikë Latine. Tani ka fillu të konkretizohet dëshira ime e kahmoshme që të jetë të huaj në Kosovë dhe Shqipëri. Interesimi nuk ka ra, në fakt po shtohet, si që edhe tha personi në fjallë para prak, ka vështirësi ekonomike, po nuk e di se qysh i nxjerrin njerëz. Qysh përja dalin njerëz me shku? Po, pa i gjetë do pare për një pushim njerëz nuk e lojnë. Pa tjetër që dalojnë destinacione, dalojnë pakë, dalojnë çmimet, po njeriu e gjen dikun vetën atë ku jam rrinë buxheti që e ka. Cila mund të jetë pakoja më e lirë për pushimet të kësaj vere jashtë Evropës, të cilet te e ofron faktikisht? Në verë në verë, po flasë për mujtë korrekët e gosht nuk ofra jashtë Evropës, sepse në ato vende ku ti e ki mendjen dhe unë e di fare mirë, Tajland e këto, atje nuk ja vlerë me shku verës, sepse është sezona e shirave. Që vera zakonisht koncentrohemi në Egjipt, tash së fundmi në Jordani, sepse ka fillu një fluturim direkt, në Turqi. Po cila që është oferta më e lirë temi që ta dim takimin pak më të qartë dhe për publikon që... Po, të pushimet klasike, resorte me qendrë një javor, me 600 mundësh. Me 600 mundësh me shku. Në një shku. hotel pak më modest. Me 600 euro mundësh me kalu në Egjipt sa ditë? 6 net, të më thonë, me një resort pak më modest. S'po flasë për një nivel të lusit, po që prap janë shumë të mira dhe... Përfshirë këto fluturimin, transferin, all inclusive shët bimin. 600 euro për nuk është ndoshta shumë. Nuk është shumë nëse shë qëfar mërë ti mbrapsht. Duke pas parasysh që me këtë çmim faktikisht funksionot edhe në Shqipëri. Po. Dhe prap kalkulën diçka, kështu që kur po e ki ato all inclusive nuk e verat kështu të mendjen. Po për Jordani? Tash për Jordani, kishte shumë rastësi kur më ftut që të vinë në mision. Unë të tregova që tani nga shtuna, nga 7 qershori ka filluar një fluturim direkt Jordani-Kosovë, që do të jetë çdo të shtunë. Edhe së shpejti do të filloj çdo të hënë Jordani-Shqipëri. Dhe rastisa me qenë me 50 persona, kjo është guida nga Jordania i agjencionit që i ka sjellë këtu, i kalon sot gjithë për me ardhë në emision për me folë pak edhe për Shqipëri. Që jam kemi marrë guidën për pak minuta. I will translate you later what I'm telling. Kështu që është grupi i parë që ka ardhë edhe për mu interesant, edhe për këta interesant, sepse le të themi që në krahasim me rajon, Kosova nuk është që ka ecë tepër përpara me turizëm dhe e kemi momentin tani. Shqipëria për shembull, po jemi dëshmitar të statistikave ku për harova sa ishte për 5 muaj sa milion njerëz kanë hyrë deri tani. Po e kemi një momentum që mendoj që duhet ta shfrytëzojmë. Ja, filloi ky fluturim, së shpejti do të fillojnë edhe tjera, që me sjell çdo javë nga një avion plot me njerëz në Kosovë është një gjë mendoj e mirë edhe për ekonomi edhe për gjithë aspektet. Po nuk më përgjigje në pyetjen për pakën për Jordani. Sa do të shpenzohet ose sa i kushton një qytetarit të Kosovës për të kaluar pushimet në Jordani? Se shumë pyetje, shumë tema dhe havorova. Kjo do të filloj tashti. Këta fillojnë marrë këtë verë, dhe unë i thash këtyre që nuk sjellë shqiptar atje në pak që unë dëshiroj t'i realizoj. Unë kam qenë me përzi pak kostimin, pak shkretir, pak me vizitu Petrën, pak kryeqytetin dhe pak Bregdet. Dhe thash unë do të filloj të sjellë në shtator, sepse tani është shumë vop atje. Do të cilët besoj me 700, do të cilët me guida, me shëtitje, me aventura. Për 7 ditë? Se unë kam qenë për 7 ditë. Për 7 ditë. Për 7 ditë do me thonë në Jordani kushton 700 euro, fillon me 700 euro. Po dhe është një gjë ekskluzive se do jetë fluturim direkt, dhe më thonë se u desh kemi ndru avionin dikun në shku. Që shumë alet, faktikisht shumë alet, edhe do tjetë çdo javë, mendoj që do tjetë diçka interesant, po e përgatis një program të mirë. Ndërkohë që në Egjipt është 600 euro, çmimet Po, në Jordani e pata fjalën që ofroi edhe gjëra tjera përveç se një resorti. Unë kam qef edhe disa aventura, disa vizita. Kjo vizita në Jordani është më turistike. Sësa e bëj një mix. Pak relax në detin e vdekur, pak në detin e kuq, pak shkretir, pak me pase është një shkretir atje që unë e du shumë Vadiram. Pak Petra, që është një peshtat mrekullive të botës, kështu që është më e larmishme. E si që thamë edhe po e sheni që kemi në studio edhe një prej turistëve të parë me zyrtarjes në Kosovë nga Jordania është me një Rakan, i cili vije për herë të parë në Kosovë, vije në fluturimin e parë direkt Jordani Prishtinë. Rakan, where you are in Kosovo? First, hi everybody, people from Kosovo. We will appreciate everything here and
thanks for Mijan, how they wait for us from beginning. When we just come in airport, how they wait for us. We like people from Kosovo. They friendly so much. We visit so many places here. Preziland, Pea, Pristina, it's mountain. Rugova. It's amazing. It's amazing food here in Kosovo. And I will tell everybody to come Tell them what here. you like most. He likes flea. He wants everything to eat flea. It's amazing, the flea, yes. And we like here in the mountain, the trees, everything. It was beautiful. And we have now our group, and he will work for us everything, and he do for us everything. A nice hotel, very good hotel. Our hotel in Pristina, in Boulevard, center. in center. Mother Teresa. Mother Teresa. It's very, very good, and everything it's near us. Like we don't need to go anywhere. You want restaurant, you want everything. It's They love the wine. They love the yes. wine. What you like the most in Pristina? The most in Pristina. Except me. That's for sure. Yes. Except everybody, all the people in Pristina, it's people very good, really. We like Preziland, it's very nice. Preziland kënaqsh, yeah. Ka unë e pyeta për Prishtinën, po na tregon për Kosovën. And I hear something like Preziland, it's first city for travel and tourism here in Kosovo. Yes. Yeah. It was amazing, and we like Pea. Pea is nice, and waterfall. It was amazing. I'm going to assist you, but po ju pohojnë shumë për shtypje gjelbrimi, sepse është një gjë instinktive që njeriu në një vend që viziton kërkon të shijojë diçka që I mungon në vendin e vet. Këta nuk kanë male të gjelbërta. Lindja e mesme kanë shkretira, patjetër janë të bukura, dhe malet po ju bojnë shumë për shtypje, po relaksohen shumë, po kënaqen. Po duhet sa më shumë vende të gjelbërta me I qenë. Normal. Rakana tregoi që përveç është për herët të parë në Kosovë, tregoi vendet të cilat I kanë bërë më shumë përshtypje, gjithashtu e vlerësoi shumë mikpritja e cila na karakterizon neve si popull, përmendet që deri tani ka lënë shumë përshtypje Pea, Prizreni, pa përjashtuar edhe Prishtinën, përmendet që njerëzit janë shumë të afërt, hotelet gjithashtu janë shumë të mira, por diçka që sipas Rakani ka lënë pak më shumë përshtypje, është ushqimi kosovar, patjetër flia. Ushqimi në të hongër, domethënë. Çka po na rekomandoj provoj që të det me I qenë në një vend tjetër dhe më rekomandoj gjëra tjera mos më ik diçka pa provu. Dhe po ju pëlqen shumë, Është shumë mirë faktikisht që në vendin ton tashmë nuk flasim vetëm për vizitat të cilat ne I planifikojmë në vende të tjera, por flasim edhe për turistë të shumë të cilët tashmë kanë mësuar Kosovën. Kemi ende në lidhje Exonin. Exon, Mijeri na tregoi që për destinacionet pak më të larta, se sa që ne jemi mësuar, si që janë edhe Egjipti dhe Jordania, fillojnë çmimet me nga 600 dhe 700 euro për 6 apo 7 det pushime. Janë këto çmime të përballueshme? Po shqo, ajo që ka përmenda dhe me herët është që kur kemi një pagë mesatare në vlerë prej 552 euro, praktikisht të pjesa ma madhe e familjeve nuk janë të përballueshme dhe po lidhen prapë me atë që e thash edhe më herët, se jo vetëm një shpenzim këtë rast 600 ose 700 euro, po ndoshta një pjesë e madhe e familjeve kosovare as 100 euro një shpenzim të paplanifikuar nuk mund ta mbulojnë. Mirë po prapë duke marrë parasysh faktin që parafolsi më tha që ka një numër të madh të rritjeve kërkesa për pushime, kjo tregon që praktikisht po lidhen edhe me atë pjesën më herët që e thash, që të një pjesë e madhe ndoshta edhe disa kursime deri në atë mas që të sigurojnë një pushim mirë, po ndoshta edhe të një pjesë e madhe të punësuarve, edhe këto overdraftet apo mbi të rjeqet praktikisht po e kryejnë atë punën e vetë dhe normalisht që po e gjendet mundësia për të siguruar një pushim, po prapë po e them të pjesa më e madhe e familjeve kosovare duke marrë këtë trendin e madh këto 2-3 vitet e fundit të inflacionit apo rritjes së përgjithshme të nivelit të çmimeve, normalisht që kjo do të ketë një ndikim negativ. Ndërsa sa I përket duhet lidhëm të kjo pjesa tash me qenë se folim edhe të pjesa e turizmit, ne ishim dëshmitar të një valet madhe të udhëtimeve gjatë
këtyre 2-3 ditëve sa ishte festa e Bajramit, ku patëm një fluks të madh qytetarëve të cilët shkuan nga Kosova në Shqipëri, po praktikisht kjo në ekonomi njihet si për lloj kosto oportune apo sakrifikimi diçkaje për të marrë diçka tjetër. Në këtë rast është sakrifikuar ndoshta ajo kosto e shpenzimeve për festën e Bajramit dhe atë kosto të cilën nuk e kanë shfrytzuar për Bajram, pjesa më e madhe e familjeve kosovare kanë vendosur ta shfrytëzojnë dhe për pushime 2 ose 3 ditë në Shqipëri, dhe realisht edhe kjo situata oportuniste e sakrifikimit diçkaje për të arritur, për të mbledhur atë shumë parash për sigurimin e një pushimi normalisht është prezente, dhe praktikisht kjo tregon që pavarësisht të gjitha sfidave, pavarësisht problemeve socioekonomike, qytetarët e Kosovës prap e gjejnë një mundësi dhe alternativë së paku për të shijuar një pushim 5 ose 7 ditë në ndonjë vend, qoftë të Bashkë të Evropës ose edhe më lart. Migjan Egzoni tha që shqiptarët sakrifikojnë diçka, por pushimet nuk e lënë. Po. E ke vrejt këtë gjë duke pas parasysh që punon sa vite në planifikim të udhëtimeve? Po, e di që këtë jetë është kompromis, nëse analizojmë kështë për të bërë disa qefe që njeri mund të ketë, duhet sakrifiku diçka. Po më në që kjo është një gjë që edhe njëtën e përdishme duhet ta bëjmë. Po, e shumë rëndësi edhe më lumëtërën fakti kur ata ja dalin, me pak sakrifis po ja dalin që të realizojnë destinacione që ata dëshirojnë. Po, saj e kemi një kërkesa specifike për pushimet, për udhëtimet, saj njohim paraprakisht vendet të cilat ne planifikojmë që të kalojnë pushimet, apo jemi gjithmonë shoqëri që funksionojmë del ku del? Ka edhe. Në destinacione që i ofrojnë, të paktën përpiqem që asnjëri të mos niset me mu në Japoni ose në Vietnam ose kudo që shkoj në Kenya, pa u siguru që e ka pranuar programin ku unë përpiqem të sqaroj në detaje çka që do të ndodh atje. Dhe në rast se ty nuk të pëlqen ajo çfarë shkruhet, se mund ta kesh një pasqyrë tjetër, po kur e lexon thu ndoshta nuk qen ka për shijet e mia. Përpiqem të mos e marr asnjëri pa i pas informacione të bazë. Ka njerëz që vinë që janë shumë të informuar, që e kanë përcjell prej kohësh një destinacion në rrjetet sociale, në Instagram, TikTok apo ku ta diun. Por edhe ka që vinë me informacione minimale, ndonjëherë edhe me qëllim sepse dëshirojnë që çfarë do që t'ju dalë para ta shijojnë, domethënë. Kur ti lexon edhe shumë, pastaj sikur nuk të befason asnjë gjë që del përpara mbi kulturën ose ushqimin ose ku dëgjon. Po kur nuk e ke leju veten që të thellosh një informacion, çfarë del përpara të entuziazmon, të jep emocion, domethënë dhe shijon. Patjetër është edhe relative nga individi, sa shkur 100% në njëjtë rregull. A ju duken çmimet e larta kur delni me oferta dhe a funksionon ende shoqëria jon, a bën pak më lirë? Jo. Të paktën në vendet që shkoj unë jo, ndoshta kam një kategori të caktuar të njerëzve që e kanë të qartë ku po shkojnë, sa kushtojnë, çish tek. Por në destinacionet e largëta që unë shkoj, po e ri përsëris, atje kur shkon nuk është shtrejt, ka raste kur është më lirë se sa të na po flas për këto shpenzimet, ushqimi, pije. Çfarë kushton patjetër që e bën të shtrejt udhëtimin fluturimi, sepse kam fluturime deri 3-14 orë që zgjasin, edhe aja pastaj e hyp koston. Po kur shkon atje, pastaj këto arktimet me hangër, me hyrë në një muze ose diçka, ka plot raste që kushtojnë më lirë se sa të na. Okay. Rakan, what do you think? Is Kosovo expensive or it's okay? No, it's good. We almost try everything. Food, activity, everything. It's good price. And I hope everybody will come in Kosovo see how much it's amazing country and how much nice people here, so much friendly. They help for everything. He will bring us every week. Yes, people from every Jordan. week. Yes, from Jordan to Kosovo to have charter. Yeah, that's a big deal. Every week we will come and we wait. People from Kosovo, everyone come to Jordan to visit Petra and Wadi Ram and Aqaba, inshallah. Ne pëtëm në lidhje me çmimet në Kosovë se si po ju duken, edhe a i tha që në përgjithësi në Kosovë çmimet janë të lira, janë të përballueshme, derisa tregoi që deri tani kanë pëlqyer gjithçka që kanë parë dhe kanë vizituar, gjithçka që kanë provuar, përfshirë këto patjetër ushqimet, ndërkohë që bëri thirrje që uroj faktikisht që sa më shumë turistë të vinë në Kosovë dhe të shohin vendin tonë, derisa në të njëjtën kohë patjetër që
tha që do të ishte mirë edhe u lot që të ketë sa më shumë vizitorë edhe nga Kosova në Jordani për Duke filluar nga te shembull. E kirenin. Mi gjeni din që mati ja kom sy për ata. Gjitha më lënë në fund diçka. Unë jam të që sarë kom planifiku diçka me mi gjenim ka dështu momentet e fundit. Hajde të rita vërtet, tash do të ndodhë. Po besoj që tash do të ndodhe. Nuk po guxoj me dhanë asnjë premtim kështu publikisht, sepse gjithmonë shkoj deri një hap para fundit unë e tërhiqem. Nuk tërhiqem, po rrethonat. Patjetër. Mi gjanë në anën tjetër po du me të pytë, sepse ti para prakisht ke filluar patjetër me Europën, ke filluar me destinacione më të afërta në fillim para sa viteve, por çka ka bërë që kosovarët tash të kenë më shumë interesim për vende më të larta, duke ndoshta për një periudhë duke lënë anash Evropën po dhe rajonin. Është konsumuar Evropa. Patjetër kur njeriu fillon ta zhvilloj pasionin e vet mbi udhëtimin, përpishet që ta vizitoj mas pari regionin ku jeton, në rastin toni bjen në Evropa. Kur ti ke mbaru shumicën e shteteve që ti ke ndru me i vizitu, natyrë shumë bjen një farë dëshire. Pastaj edhe Evropa në një moment saktum fillon, sa të që është pa fund e bukur, fillon të duket e njëjtë. Old Town, një katedrale, një kështu, dhe lind natyrë shumë dëshira për të parë diçka më egzotike, dhe njerëz fillojnë me ndru kontinentin. Dikush e fillon me lindjet mesme, ndoshta, një kulturë orientale, më interesante, më mistike, më antike, varet se cilin shkon. Ka dikush që dëshiron Afrikë, pak më kafshë të egra, safarit ndryshme, dikush don Azi, ku ka pafund plazhe eksotike, aventura ndryshme që mund të bësh jetë natës e tjerë. Edhe natyrë shumë, domethënë, pasi ta kesh konsumuar regionin ku ti jeton, të vjen një dëshirë për me ndru pak edhe më shku sa më larg. Pse jo një ditë në i farë Australie, që unë e kom ndër me po një grupë edhe atje, edhe fundit Antarktida do tjetë këshët që e kom në sirtare. Pritë se po shkoj shumë largë. Shko e po ta që. Jo të shkoj shumë largë. Unë pyte të regova. Ti krym largë. Pa tjetër, kjo është shumë mirë. Po, kjo është shumë mirë që kemi opcione gjithmonë për të vizituar edhe vendet që ndonjëherë na duken të paarritshme edhe të pamundura, po më qenë mund të kenë ndikuar edhe çmimet në rajon dhe në Evropë që tash më njerëzve që duket më arsyeshme që për atë çmim të udhtojnë dikun më larg? Pa asnjë diskutim. A janë barazuar çmimet? Momentalisht është më mos të përsëris çështjen e avionit, po kështu për me realizu një pushim me hotele, me gjana aktivitete, më shtrejt është në Evropë se sa për shembull në Azi. Më shtrejt është në Evropë, është më shtrejt. Mund të bëjmë krahasimin, mund të themi që është më shtrejt në Shqipëri sepse dikon në vende më të larta? Jo, këto nuk muj me u përgjigj, se edhe Shqipëri ka disa vende që janë më të shtrejta më ekskluzive dhe ka disa që janë me një buqet më të ulët. Po në një mesatare, ku qëndrojmë, nëse bëjmë me krahasim? Mes Shqipërisë, Azi, sepse këta e kemi si në shpik këto dhe patjetër. Është më e kapshme për neve, domethënë, ku hyn avioni nuk hi fare në krahasime. Po për Evropë, domethënë nëse bëjmë krahasimin me vende tjera të Evropës. Po flas me bëni pushim dhe ditor, 2 javor duke eksploruar, jo tash me shku një fundjavë në Vjenë që patjetër është e kapshme dhe e bëshme. Po flasim për pushim, tamam, pushim edhe një udhtim më të gjatë. Po. Përveç avionit, atje është më lirë momentalisht në Azi se sa këto. Më lirë në Azi se sa këto. Po. Përfshirë dhe Japonin që gjithë mendojnë që është e shtrejt. Që i bie që prapë edhe nëse përfshin avionin, dalë që aty dikun pak do shta më shtrejt. Pak më shtrejt, po. Sepse është avioni kushton pak më shtrejt. Është që kushton, po. Unë po përpiqem i blej muaj më herët bileta që më nxorr me çmim më të mirë, po prapë se prapë do e paguash gjithatë fluturim. Egzan, e përmendet që shqiptarët sakrifikojnë diçka në mënyrë që të mund të përballojnë pushimet. Pse sipas teje shqiptarët e bëjnë këtë gjë? Është ndoshta mos planifikim i duhur i të hyrave gjatë gjithë vitit, apo këto ndryshimet e vazhdueshme sa i përket rritjes së inflacionit nuk ofrojnë ndonjë alternativë tjetër? Po realisht nuk e kisha thënë që është mungesë e planifikimit, po ndoshta mungesë ndonjëherë edhe situatave të paplanifikuara që mund të ndodhin në jetë. Mirë po, një prej arsyeve ky që normalisht është edhe niveli i ultit të ardhrave mujore që ata kanë dhe normalisht duhet ta kuptojmë se nëse një individ ka një pakë duhet ta përpjestoj edhe me
fëmijët edhe me dikon tjetër në shtëpi i cili është i papunësuar dhe kjo del atëherë që futemi në atë pjesën e varfërisë normale sipas indeksimit nga Banka Botërore, pa praktikisht kjo sakrificë vije si pasojë edhe nivelit të ardhave edhe e ndryshimeve makroekonomike, siç është inflacioni apo rritja e përgjithshme e nivelit të çmimeve që na ka përballuar, mirë po ndoshta edhe ndonjë shpenzimi pa planifikuar, qoftë në aspektin shëndetësor ose diçka tjetër, dhe të gjitha këto normalisht vetëm sa vështirësojnë atë pjesën e planit të cilin mujor e kanë bërë atë, ose edhe vjetor të pjesa e pushimeve, dhe normalisht të janë një 2-3 indikatorë të cilët ndikojnë ky jo stabilitet i çmimeve dhe normalisht të ardhat e ulta mujore që ata i marrin normalisht e bëjnë shumë vështirë që t'i realizohet ai plani që para e kanë pas në fillim të vitit. Migjan përmendet që tashmë synimi nuk është vetëm të dërgani turist nga Kosova në vendet e tjera, po edhe me Peru e në Kosovë. Keni falem për turistët të cilët vinë nga Jordania, po ka edhe turistë të tjerë prej vendeve më të larta të cilët... Më kanë kërku ofertë nga Arabia Saudite, më kanë kërku nga Egjipti, më thonë këto vendet pak a shumë lindjes mesme, që kanë, sikur na ka dalë pak emri që kemi hapësira të gjelbta shumë të mira, që ata i dëshirojnë shumë, sepse Bregdet kanë, domethënë. Më kanë kërku oferta dhe jam duke përpjekë që të sjellej. Po një gjë më duhet ta potencoj që Kosova është vend i vogël dhe nuk është që ti ke dhe çka i bën dikujt 7 ditë deri 10 ditë. Patjetër që bën diçka, po le të themi që programi nuk mund të jetë më i pasur në botë për të hir të së vërtetës. Çfarë kam vënë re kohëve të fundit që shumë njerëz po vinë me vizitu Ballkanin perëndimor, domethënë vinë bën një tur 2 javor, e përfshin edhe Kosovën. Po. Dhe patjetër që vinë edhe në Kosovë një 3-4 ditë. Unë fokusim do të jetë Shqipëria dhe Kosova. Tani do hap pikën time të re, në pak të mora vetëm do ta zyrtarizoj atje dhe do të përpiqem që t'ju bëj njerëzve ture 1 javore dhe ditore deri 2 javore, varësisht prej pakos që një turist juaj mund të zgjedhë, që t'ua tregoj Shqipërinë dhe Kosovën. E përmendet që një prej arsyeve kryesore që turistët nga lindja e mesme dëshirojnë të vizitojnë Kosovën është gjelbërimi. Sakt, po. Po përveç gjelbërimit, çka i ka bë këta turistë që të ketë kaq shumë interesim, sepse... Edhe po ju pëlqen shumë, po ju dukemi me aq sa po dëgjoj nga ata se po përpiqem me që është grupi i parë të dëgjoj me vëmendje çdo lloj vlerësimi ose vërejtje ose çka do, po ju dukemi shumë të shoqërueshëm, po ju pëlqen shumë ushqimi dhe po ndihen shumë të lirë. Se le të themi, jo gjithmonë kur hyn në Google për Kosovë të dalë diçka e mirë. Do shta dhe si mendësi përshtatemi më shumë. Nuk është që nuk përshtatemi. Miremi vesh letë. Miremi vesh letë. Kemi plot nuanca të përbashkëta të mënyrës se si sillemi, se si mendojmë, se si funksionojmë. Po përveç lindjes së mesme, ka interesim nga vende tjera për të vizituar Kosovën? Me qëndru një javë det jo. Të paktën jo tani. Kosova pasaj po bëhet si pjesë e një programi regional. Jo me arë specifikisht, të paktën jo tani dhe të paktën jo deri tani me mu. Nuk e di se çfarë do të ndodhë tutje. Nuk dihet se... Ka shumë turistë aty që po vinë Kosovë, kur po shkojnë me i kalu disa ditë Shqipëri, dhe pasaj po vinë 2-3 ditë Peblejni tur, 2-3 ditor, patjetër Prizreni, Prishtina, Rugova, janë vendet pak më të kërkume që ata po dëshirojnë me i pa. Egzan, duke pas parasysh këto zhvillimet trendit e rritjes së çmimeve në vendin tonë, po përfshirë këto edhe rajonin dhe Evropën. Sipas teje, në këndvështrimin e një ekonomiste, sa para i duhen një personi nga Kosova për të mbuluar një pushim, themi, një javor? Po, realisht, spari dëshiroj të përgjigjem në atë se sa kishin dashur të ishin të ardhurat mujore që një person ndoshta të planifikonte një pushim. Të ardhurat mujore tani për një person për të pasur mundësi që të planifikoj një pushim një javor me familjen e tij, normalisht që ishin dashur që të ishin dikun 900 euro neto, për arsye që dikun 70% e këtyre të hyrave të cilat sot i morin familjet kosovare kanë tendencë marginale nga konsumi dhe nga nepagjesën e shpenzimeve tjera mujore që ata kanë, dhe pjesa tjetër për 30%
praktikisht do të ishte e mjaftueshme që brenda një periudhe të caktuar kohore, gjatë kursimit të atyre të ardhave, familjet kosovare të kenë mundësinë që ndoshta ta planifikojnë një shpenzim, ta themi jo shumë luksos, po një pushim mesatar, për arsye që duhet ta kemi të qartë se jemi duke u përballur me një problematikë të madhe, me një inflacion galopant këto vitet e fundit, dhe nuk është inflacion vetëm të një grup apo në grup i konsumit, mirë po është një inflacion zinxhiror dhe normalisht me 900 euro neto mujore praktikisht do të ishte mundësia, në qoftë se nuk do të kishte ndonjë shpenzim tjetër të paplanifikuar i cili do të ndikonte në buxhetin familjar, ndoshta do të ishte mjaftueshëm për të siguruar një pushim mesatar gjatë kursimeve për gjatë një periudhe të caktuar, ndoshta për 6 muaj, edhe normalisht që kjo praktikisht edhe pse na duket si mundësi dhe alternativë që ata ta sigurojnë, por nëse mojmë të analizojmë në aspektin social, praktikisht është mjaft shqetësuese se pjesa më e madhe e familjeve kosovare ju duhet kaq kohë për ta siguruar ndoshta një pushim mesatar, po ky është realiteti dhe këto janë ato mundësitë me të cilat duhet i përballemi dhe normalisht problemi është se vetëm jemi duke shkuar drejt një thellimi edhe më të madh të një krize si pasojë inflacionit, tani edhe nga disa elemente tjera, siç është energjia dhe rritja e çmimeve që do të vijnë nga ana biznese për shkak të liberalizimit të tregut të energjisë, dhe të gjitha këto normalisht që ndikojnë te secila familje kosovare, qoftë edhe në planifikim të pushimit. Ekson, faleminderit shumë që na u bashkove edhe sot në këtë diskutim. Faleminderit edhe për juve mundësi. Rakan, when will you come again in Kosovo? We will come every week. Every week? Every week we will come to Kosovo. And we will tell everybody in Jordan to visit to Kosovo because it's very nice. Like, you have everything here. Like, who want to go to, like, he make for us very nice program. Like for visit, I told you, mountain. We go today, our group now in pool now. Today swimming. Yes. Yesterday we go Brazil. Like every city they have something, and group like they can't talk with you anything because we give them everything. They can do everything in Kosovo. Every city they have something special. It a lot actually. Yes. Rakanin e pyeta faktikisht se kur planifikon që të vje prapë në Kosovë, ai na u përgjigj që do të vinë çdo javë, meqense se në Kosovë ke çka të bësh, ke çka të vizitosh, tregoj që secili qytet i Kosovës ka diçka të veçantë në të cilin mund ta shohësh, edhe gjithashtu ka dhe diçka çka mund të bësh. Tregoj që sot grupi me të cilin kanë ardhur nga Jordania në Kosovë kanë një ditë të lirë dhe aktualisht ata janë në pishinë, ndërkohë që ata kërkon Lena sot rahat, duke i thënë dikon hajde me ecë këtu me unë gjithë këtu, sot kërkon Lena disa orë. Dhe shfrytëzon rastin edhe me orë këtu në televizion. Migjan, për fund, cili është destinacioni më i kërkuar i momentit? Nga shqiptarët jashtë. Japonia po vazhdon me qenë. Japonia vazhdon të jetë. Besa u ktheva dhe prapë kom kërkesa me njerë, po verës nuk shkohet, se s'është moti i mirë, edhe tash po ma kërkojnë shumë Brazilin. Brazilin. Brazili po kërkohet edhe këtë sezonin e verës, apo ma vonë? Brazil shkohet kurdo. Në Brazil nuk kam qenë, por më kanë thënë dhe kam ardhur në konkludim që më kanë thënë që atë janë 2 sezona. Se unë isho destinacione në bazë të mujit kur, ku javle me shku. Më kanë thënë që agjensionet atje me cilë po pretendoj të bashkëpunoj. Ne i kemi 2 sezona, më kanë thënë, sezonën e verës dhe sezonën e ferrit, që vije vera normal, 28, 9, 30. Kur e ferrit? Kur janë karnevalet, 45 gradë, e tash jo, në ato temperatura nuk du të i sjell njerëz. Karnevalet janë mosgabosha në Shkodër. Në atë kohë më thanë që është shumë, po shumë bab, dhe unë nuk kom qep edhe për neve nuk janë ato temperatura. E dhjetori është me përshtatshëm po besaj. Dhjetori, nëntori mund t'jeti mirë, po edhe shtatori kam fillu me konsideru si muj për me shku, me duhet të vendos me brenda pak ditesh. Dhe Tajlanda është shumë e kërkumem. Po, pa tjetër, në me mbet. Migjan, faleminderit shumë. Faleminderit juve që na ftuat. Thank you. Thank you very much.